Kjo prezencë nuk është vetëm përgjigje për respektin dhe dashurinë që tregoni për mua. Po është një përgjigje që në vitin 2013 ja dhap Nikola Gruevskit, i cili më çonte mua të jetoj në Tiranë për shkak gjuhës dhe flamurit flamurit tonë kombëtar. Përgjigjen ja dha Qu edhe unë bashkë dhe ne Shqipërinë e sollëm kërçov, bashkë me gjuhën shqipe, bashkë me flamurin tonë. Edhe sot, të dashurit e mi, ju të gjithë antarë të shoqatave që ju falenderoj nga zemra për prezencën që jeni. Edhe sot kjo përgjigje është për pushtetin aktual në krye me Mickoskin, se Kërçova do të vazhdoj të frymoj Shqip të qeverisë Shqip në mbrojtjen e flamurit tonë kombëtar shqiptar. Përgjigja më e mirë është kjo prezencë që jeni sot këtu dhe të gjithë mërgjimtarët që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbar Evropës.